A ti konkretizojmë Blerta për shembull disa loja të cilat i kishe propozu edhe që i praktikon me fëmijët të cilët punojnë ti në vazhdimsi me ta, po që mund t'i praktikojmë në shtëpi për shembull. Ndonjë lojë konkrete që konsiderohet stimuluese edhe e rëndësishme në shëndetin emocional të fëmijëve dhe mendor. Po, ato për shembull janë lojrat esenciale që na i kemi luajtur edhe vetë, mirë po edhe çfarë që duhet vazhdimisht edhe për fëmijët me pas këtë pjesë. Mbi moshën 4 e tutje është lojrat domethënë e roleve. Roli i mjekut, roli i mësuesës. Veç mas kjo i mësuesës është një shumë e rëndësishme, veç mas nëse fëmijët edhe shkojnë për kopsht ose janë për shkolla, na japin një pasqyrim të edukatorës, mësuesës tij ose të saj. Edhe na e shumë një karakter që është të ndryshuar nga si ata që na e shohim fëmijën tonë vazhdimisht. Kur ty të bën nxënësi edhe është kritik ndaj teje ose është shumë lavdërues ndaj teje, vjen të afrohet, është shumë e rëndësishme kjo pjesa e veç pas kur bëhen mësuese. Është aspekti i mjekut, kur luajnë mjekun bëhen fëmijët bashk. Njëri për ty është mjeku, tjetri është pacienti. Ca mirë i elaborojnë role se çysh kanë me ushtirë në një farë forme, ai si muri çfarë ankesa ka, me kush vjen me ta. Kështu që fëmijët me njëan këto kontrollat rutinore që i bëjnë te pediatri kanë një mesazh shumë të mirë tek fëmia. Në çështje të një doktorit e çuelojnë tek ai, edhe eksplorimin e tina tek vetja vet, nëse unë jam doktoresh çka kisha më bë unë. Do të rolet është një ndër lojrat më të rëndësishme. Madje është lojra së bashku në grupe gjithmonë në sociale, lojra me puzzle që me shumë pjesë, 4 vjeç e tutje 20 deri në 30 pjesë që kanë me u montu. Edhe kanë me i gjetë pjesë copzat kush ka mu vendos ku me kë. E rëndësishme është çka po vendos të parat. Shumica e fëmijëve domethënë e gjejnë atletën çoshët me i gjetë më shpejt. Se kur ne e gjejmë anësorët, atëherë fillon me u përmbush puzzle, me u ndërtu ajo pjesa. Mandej është imazhi i sajna që ka ndërtu. Mbrapa kësajna kur fëmijët krijojnë atë idenë që okay, na e bënëm këtë puzzle atë përvezaton atë njëjtën. Domethënë vazhdojnë me e shtjellus bashku dhe me ndërtu bashk. Unë gjithmonë e potencoj edhe që e punoj edhe vet, përdori hamer që na bashkë me fëmijët me bëu lojën bashk. Me vizatu në të njëjtin vend. Jo na përfeta të ndryshme, po njëjtin vend, secili ka me dhënë ndonjë ide të vetën brenda asaj. Mandej lojra logjike. Cilat për shembull? Për shembull, janë shumë thjeshta, po që shumë të rëndësishme. Lidhemi me këto kontrastet, dita, nata. Pse është nata, pse është dita, kur jemi të jetur, ç'a bëjmë, kur jemi të uritur, ç'a duhet bëjmë. Domethënë si fëmijë që ti marr me të gatshëm, po ç'a kishe me bë ti? Kisha me marr diçka me marruse, diçka me hangër. Tani vazhdon pyetja, po çysh e bën? Cilat pajisje do të më marr? Pse do të më marr? Edhe me dhënë atë aspektin tjetër çka nëse nuk e kiq ato. Si plan B me Definitivisht, është hap pas hapi gjithçka që më ia dhon mendimin e fëmijës që çka ka më ndërtuar te kjo, çka po du me arrit te kjo pjesa. Mandej është motorika, aspektin sensor, prekjeve, ndjeshmërive, do më lojra që i japin këtë sens të saj.